Bashkimi Evropian nuk ka arritje në shumë aspekte të jetës. Ne thamë për shembull në aspektin ekonomik kemi një treg prej 440 milion konsumatorëve, 22 milion kompani janë të koncentruara në Bashkimin Evropian që formojnë deri në ndërmjet 16 dhe 17% të totalit të GDP-së botërore. Sa i përket vlerave demokratike, sundimit të ligjit, mirëqenies sociale, drejtave të njerëzit prej 10 shteteve që janë në top ranglistën që mbaten nga institucionet kredibile ndërkombëtare, 8 janë brenda Bashkimit Evropian, që nuk janë arritje të pakta këtu. Nëse marrim edhe jetëgjatësinë, cilësinë e jetës, në këtë drejtim Bashkimi Evropian prin edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jetëgjatësia është më e lartë në brenda vendeve të BE-së në SBA edhe në Kinë. Do thotë cilësia e jetës, arsimimi në çdo i treti evropian është me arsimim të lartë, gjë që nuk është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kontinenti i vjetër. Gjë që nuk është as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në mirë, po Bashkimi Evropian kohën e fundit vibrimin ekonomik e ka humbur. Vetëm disa fakte do thotë, për shkak të revolucioneve që kanë ndodhur, revolucioneve të jashtëzakonshme, sidomos në sferën digjitale, Bashkimi Evropian këtu ka ngecur tej mase mbrapa, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe me Kinën. Prej 50 kompanive, po e them, që janë kryesore në prodhimin e revolucionit digital, asnjëra nuk është, 4 ose 5 prej tyre janë aktualisht koncentruara në Bashkimin Evropian. Këto tjerat janë në SBA, që tregon domethënë trendet kryesore, dinamikat kryesore globale ekonomike tashmë janë jashtë këtij entiteti. Tjetra, po e them, mënyra se si ka funksionuar Bashkimi Evropian, do thotë ka ekzistuar një farë lloj harmonie. Se nuk arritin në pikpamje politike të si entitet, si adresë që mund të vendos paqe të qëndrueshme. Ajo që unë kam mos pajtime, do thotë me akuzë filluar nga shpërbërja tatazëm nga Jugosllavisë dhe vatra tjera që janë në botë. Asnjëherë nuk është ndruar në aktor relevant geopolitik. Kjo është arsye edhe për shkak të pengesave të brendshme, për shkak të nostalgjisë së shteteve nacionale, për të mos sakrifikuar atë identitet tradicionale historik, sepse tjetër janë krijuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet emigrantëve, tjetër është përvoja e bashkimit e vendeve që e formsojnë Bashkimin Evropian. Kemi të bëjmë me shtete me tradita qindra vjeçare, politike, historike, identitare e kulturore, që është shumë vështirë të krijohet një identitet i ri artificial politike qytetare i plot, do thotë një lloj melting pot që quhet në një kazan shkrirës, që këto identitete partikolare të shkrirë brenda identitetit të përbashkët universal evropian.